Alo, përshëndetje. Më thuaj, zotrin nga telefonon? Jam Blerimi prej Gjeronisë telefonoj. Po, zotri Blerim, më thuaj, kush duhet jetë presidenti i Kosovës? Unë fillimisht dëshiroj mi përshëndet juve edhe mi falenderu që për na jepni mundësi edhe neve të paktën me jep, domethënë një mendim se kënd dëshirojmë, ai po di, domethënë përqindja e madhe për kënd është, Po, po unë kisha thonë që pikë pari kisha pas qef me qenë një president ju pse din gjuhën angleze. po, Për shembull me qenë edhe do më thonë për punë tjera. E në këtë rast një njëri që është më i votum se Konjufca, për shembull edhe pse është numër 2 më i votumi, po. e po ashtu do më thonë edhe ku të vendosh, ato është njëri që i përballon të gjitha. Kështu që për menimin tem kur pi dëgjoj disa dëgjues thotë që posti i presidentit është fonton dëshirash, ose kush ka kontribu, ose kush nuk ka kontribu. Do më thonë kjo është menimi jam Po, që për Konjufcën po. edhe meriton. Po. Faleminderit shumë.